Ti rriur. Dolce. Të dyta. Ta di që je bashkë në fundit. Dolce ta pyesi gruaja guxoj me marr dytën. Prit. Po ti mos merr leje gruz. Ja, guxoj, kështu thot feja. Mirë, Ja, që kam drejt 4. Vetëm 4? 4. Vetëm 6? Ja. 4. 4, okej. El Nisa. Ke të drejt, po. Do la. Po rregullat i di Dolce, dolce. Vabbè, 2 janë më mirë se 1. Rregullat i di që të marrësh 4 gram. Çfarë duhet? Dolce, dashur. As vet hall. Si po shijon këtë eksperiencën në Big Brother? Simona, grande. Ore kur merr prisje ti që do të Drejt në këtë gratë. Kush janë, ë? Do të më qenë i drejt me gjitha gratë. Njofje. Çfarë të mënas njës për mua me majt 2, me mzi që për majm. Labinon më zgënjeve. Gjëndrim, Klodi, kujdes mikrofonin. Kuptova që cigaret janë shumë më të rëndësishme se sa Pastaj ato janë gjëra tjera personale. Klodi, të lutem kontrolloj Në mikrofonin. rregull, Dolce. Dolce, tani pyetja kryesore e intervistës. Apo të mungon një vitamin? Dhe një vitamin? Dolce? Pastrimi i fytyrës. Të lutem mos më prek mikrofonin. Pastrimi i fytyrës. Oh. Me sa kuptova unë, pastrimi i thellët i fytyrës. Pastrimi i thellët i fytyrës. Ti sigur dje do bëje kështu ti ty zuri Da zuri gjumi. Jo ty zuri, tu je do. Po unë e shkreta jam me fjollën në krevat. Nuk jam me një person Alba, tjetër që e kokër dua gjumi. unë në krevat. Që të rrisë gjuarna. Alba kokër gjumin. Ne prisim ty. Që kam garku në gjunafe më duke në brëm. Sonte ta jap fjallën do e bëj 2 fish. Edhe do e kompenzoj edhe atë që nuk u realizu më brëm. Por, Dolce, Dolce dashnia. Dolce, çfarë vitamine të mungon? Pas 3 javësh, 4 javësh në Big Brother. Vitamina D, del sole. Çfarë do thot ajo në shqip? Del sole. E diellit. Po ja ku e kemi diellin aty për e jashtë? dua sempre unë. Duke qenë gocë deti, e dua. Questa è la vitamina che mi manca. Doja të bëja dhe thonjë, të bëjnë qik intervistës, të lutem. E kam urgjente. Thonjë, pastrimi i thellët i fytyrës edhe një dark crudo, ju lutem. No, dark crudo, no. Po me se ndahahet crudo, më ka marrë malli për crudo. Këtu nuk dua unë. Pse? Është një restorant që i bën special. Është një restorant që i bën shumë special. I merr gjitha të freskëta. Këtu në Prishtinë. Fresco de frigo. Çfarë do ishte Dolce diçka që do doje të shprehje që kur nuk e ke shprehur këta ditë në shtëpi? No. Asgjë s'doja të shpreha, që se kam shprehur. I kam shpreh të gjitha. Marca të shofu një shumë chill, je shumë relax. Gjëndrim, Dhe ashtu jam. Jashtë edhe brenda. Çfarë pret ti nga Big Brother, Dolce? Me termin gjoko. Çfarë? Shqipëzita them. Është vetë fitoria e çmimit apo është diçka tjetër? Të dyja bashkë. Diçka tjetër normal më ka sjell këtu, po dhe fitore normal nuk i them jo. Nuk i thua po 200.000 euro sigurisht. Dolce, në rast se do i fitoje 200.000 euro, e ke menduar se çfarë do bëje? Po, e kam menduar. Shumë e thjeshtë. Po do të ta them. Po, në rast se... S'ka nevojë. A lidhe diçka me jetën personale familare? Tak. E për atë njërin që fjalla e mori çmimin në shkojnë kazino në Dubai. Jo, ashtu s'kam dhese unë. Gjërat bukra, sempre. Po, kjo audiencë që do e krijoje Dolce këtu në Big Brother, Që e kam krijuar. që krijon dhe do e krijosh. Akoma më shumë. Akoma më shumë. Se unë e di që ti do qëndrosh akoma më shumë dhe as e vjen diskutim që po krijon një audiencë shumë fuqishme për pozitivitetin që ti ke. Grazie. Si mendon çfarë do bësh ti për jashtë kur dalesh? A ke menduar ndonjë plan? Jo, nuk bëj plane. Asnjëherë. Se di pse Dolce unë ty do të shihja shumë si një këshilltare e njerëzve për... Mua zemra në tanto, kur dala këtu kam ca pushime që i kam lënë mangut edhe duhet i bëj. Kështu që mbas atyre do mendoj se çfarë do bëj. Unë shumë qof ty si kështu këshilltare veshjesh për njerëzit, se di pse. Qa shpëtimtare? Këshilltare. Dhe më thënë ata njerëzit që janë që viun ty të biznesi jot, të them, kam këtë eveniment, Jam personi i gabuar për këtë pjesë. Haroje. Po ti ke shumë stil. Ke qendra. Stilo e për me. Stiliste? Po, stiliste.
A përshë si e plotësojmë fjalinë e një Jo, tjetrit? shikon ju të dy. Bëja çik pyetje O, aty. labinot, të lutem. Se fjalët e mia i plotëson edhe Hygerta, edhe plotëson Më lër të flas. Ç'a problemi Po edhe unë po ke? shprehem. Fjalët e problemi mia i ke? plotëson edhe ti, i plotëson Po, edhe edhe të ai ka tjerë. dëshirë të plotësoj. Edhe unë po shprehem. Vazhdo. Oh, Tanto unë mos na zë diellin, Labi. S'keni gjë qef me shpreh kështu? Jo. Nuk jam shumë shprehje unë. Ti e di flas shumë pak. I kam shumë pak qef llafet. E shumë ta. Jo, më shumë e kisha kështu për planet, për gjërat. Planet e mia janë gjëra tjera, po se mbas kësaj nuk lo so, unë se kam idenë fare se çfarë ndodh mbas kësaj gjë. Është hera parë për mua. Në ideja proprio. Edhe moderatore të shoh Dolce. Si, moderatore, u zdi të flas shqip? Din me të flasësh ti shqip, Ja. madje ti po t'i fokusosh një muj për jashta, unë e di shumë mirë që ti e mëson shumë mirë shqipen. Kështu në mënyrë akoma më të rrjedhshme dhe më të plotësuar. Se ti e shkath, ti e zgjuar. E zgjuar, ma Dhe kur dëshiron diçka ti e realizon. sempre. Edhe unë jam e bindur që ti po ju fute vetëm një muaj kursit shqipes, po pse qeshaj. Ki duhet në skola, tash. Po, dhe më thënë që bën ata trajnimet kurset, unë jam e bindur që ti no, për një unë nuk muaj do të bëja si kur mëson plot do flet më njerëz mirë të më kuptojnë kështu si flas, të më kuptojnë kështu si jam. Jo, e ka fjalën për moderimin. Po fare aq. Se për zotin flas shok moderatore mënyrën shumë time. bukur. Moderatore shumë bukur. Edhe që. çatri atje 27 nëntor, sa duhet të rish ditë aty? Ku? Tu bë moderatore? Tër Jo, ditën më, aty në ka televizor. moderime vetëm një herë në javë. No. Knaqesh. Gjithë kjo bukuri, mos me të pa në televizor, mos me të pa unë krenohem, wa, Dolce ne kam pas në vig. Gjithë kjo bukuri, gjithë kjo yll, duke qesh, duke fol aty, me gjithë që i interviston dhe i moderon, dhe ata lojrat, dhe të shoh dhe një kështu game show, fun game show. Edhe me pyetje, game edhe me show lojra, ka deri diku. Ty në një ashtu të shoh. Unë e shoh veten alle Maldive adesso, al sole, col cocco. aty në Fontana di Trevi, ai filmi me Marcello Ah, Mastroianni. Marcello! Vita! Marcello! La dolce vita! Vieni Marcello! Edhe filmat po do i shkoni Nxim shumë për dolqes. Zotin. Pritë të marrë tani një kështu refresh, sepse kam akoma të tjerë të intervistoj. Edi, Edi, Ledri. Landi nga ana tjetër shpirt. Paketa. prit me se jemi këtu. Po të bëjmë ne noi mua be. Ja, dil aty. A nuk keni dëshirë ta dëgjoni Edin? Labinotit, ja, shisi po të ton. Hygerta, ti shife drejtimin tënë me kërin ti afër, ti nuk ke nevojë të më tregosh mua afër kujt të rri. Dhe unë s'kam se të rri afër Labinotit. Po se do intervistosh Edin. Po unë Edin e Dhe unë intervistoj si Dolce dua mund unë. të- A keni dëshirë ju ta dëgjoni Edin? Mund të rrim pak në intimitet edhe të bëjmë ndoj muhabet. E pa atëherë, ose ti mund të kalosh këni, ose Dolqeja mund të kaloj këni.